Vendimi i qeverisë Rama për vendosjen e papritur të regjimit vizave me Bielorusin fsheh një skandal të madh diplomatik dhe sigurie, i cili është diktuar nga shërbimet inteligjente britanike dhe partnerët strategjik të NATO-s. Në thelb, britanikët kanë sinjalizuar autoritetet shqiptare se gjatë periudhës së heqjes vizave, Shqipëria ishte përdorur si urkalimi për personat lidhur direkt me shërbimet sekrete ruse dhe ato bieloruse. Ky alarm, sipas burimeve ndërkombëtare, ka shkuar deri në ngritjen e hipotezës se në Shqipëri po krijoi fshehurazi një rezident spionazhi me agent të fjetur, të cilët mund të aktivizoheshin në momente kyçe për destabilizim politik. Informacioni i britanikëve ka alarmuar në maksimum aleatët, sidomos për shkak të periudhës delikate zgjedhore në Shqipëri më 11 maj, si edhe të samitit të rëndësishëm të liderëve të komunitetit politik evropian që zhvillohet në Tiranë në datat 14 deri 16 maj. Sipas burimeve të mirë informuara, britanikët janë treguar tepër të shqetësuar për sigurinë në Shqipëri, pasi tashmë kanë marrë përsipër drejt për drejt garantimin e mbrojtjes së liderëve evropian gjatë samitit të Tiranës, sidomos në prag të vizitës zyrtare që kryeministri britanik Keir Starmer zhvillon në Shqipëri. Presidenti më i rënd që ka alarmuar shërbimet britanike dhe ato të NATO-s ka qenë kapja e grupit rus që u maskua si gazetar dhe influencer për të depërtuar në uzinën ushtarake të Gramshit. Rusja, Svetlana Timofeeva, që refuzoi kthimin në Rusi, dyshohet nga Moska si agjente e rekrutuar nga britanikët për të zbuluar rrjetin e fshehtë të spionazhit. Në përpasken të këtij skandali qëndron edhe një takim misterioz që Edi Rama ka zhvilluar në Azerbajxhan me Aleksandr Lukashenkon, liderin bielorus dhe satelitin e ngushtë të Vladimir Putinit. Ky takim, që sipas burimeve ishte zhvilluar me porosi të disa liderëve perëndimor, ngret dyshimet forta se Bielorusia ka qenë pjesë e rrugës së re që Moska po përdorte për të vendosur spionët në Shqipëri dhe në rajon për të ngritur një rrjet destabilizimi. Rivendosja urgjente e vizave me Bielorusin është vetëm maja e icebergut të një historie të madhe spionazhi dhe lojrash gjeopolitike që tashmë ka në sfond sigurinë e Shqipërisë dhe stabilitetin e rajonit.